Ju nuk e dini se si bohen muçkat, mduket s'keni ngju hala për çuçkat. Mirëmbrëma telespektatorë të nderuar dhe mirë se na keni ardhur në episodin e 10 të Natcastit po çuçkat. Mirëmbrëma në epimie, faleminderit që na bëni subscribe. Mos harroni të vazhdoni të na bëni subscribe përsëri dhe like dhe follow në TikTok, Facebook dhe Instagram. Po. Dhe për të gjithë ju që nuk na ndiqni ditën e premte, në orën e digjitës, po shkoni ndiqni vëllaun e madh. Mare ju qoftë. Si na lini neve për Big Brotherin, ju lini çuçkat manash. Lini njerëzit rahat, le shohin çish dun, le shohin juve çish vandej. Ju shef një Prime-in, ndërsa neve mund vini nesër shtonën në prap qele kemi diqonin. Teni ke çuçkat.dale.mk dhe do të na ndiqni epizodat e radhës. Taramtish. Alila. Unë se kisha qartë se pas ka nes Big Brotheri, ene pse i kom pa do gjoja Big Brother, ama kur lunë nuk e di. Lunë të premte, mendoja e lunë 24 saat, ama lunë sot të me. Primat janë sonte në të hanë. Kështu që? Dhe më thonë është diçka me rëndësi ki Prime-i, është dhe nisan që... Pa jo, për mbledhje javore. A te bohen, çuçkallëku më i madh atë bohen. Dhe me thonë, si ne si i bëjmë çuçkallëk të premten dhe të gjim, sa ato e ne si nistot premten çuçkallëkun e javës. Qish ka ndodhur për një javë, ato e mbledhin e ne bëjnë çuçkallëkun highlights. Dhe me thonë ditën e premte. Kështu që ne jemi fajt me Big Brotherin. Po si... Faleminderojmë ne shikuesit që na shohin neve. Respektojmë në ato që i çollojnë Big Brotherin, po e në ato që i thujnë se nuk i çollojmë ne i çollojmë Big Brother. Pse ç'është? Mos jeti njëri nga ata? Po, unë kiti shoh. Qolloja telefonin më i ka ardhur notification. Prime has started. Jo, më në çfarti. Unë në televizin nuk shoh, nuk... Mos e të dëzon. Do shta premte nuk se kimi ne Prime, ama të honën s'kimi ne. Dëzohet e This is Miley's watching. Te me më zonë unë dalë publikisht e priznas. Watching. This is Miley's watching. Nuk besoj se të më zonë, se me vërtet nuk e ndjeki. Po e ti, nuk më ka tërhek personalisht. Ndoshta... Sentimentalisht e ka tërhek, ama personalisht nuk e ka tërhek. Dë njëni se të një. Shumicën e tërhek. Se është formati me shikuar në vënd. A me respekte, dorën zemër, nuk kom asë sen kondër, ama ku e ti, une... Mendoj kështu platforma që i shiqohet më shumë. Po, mendoj se ka... Ajo është platformë botërore, Dhe kund ke 6 qytete luhet Big Brotherin, vëllau i madh Grande Fratello. Mirë po, unë mendoj personalisht unë mendoj se kjo është formati shpikët për shqiptarët. Ti mendon personalisht se është shpikët për shqiptarët? Unë e kom pa Big Brotherin para 20 vjetëve, për shembull. Pse për shqiptarët? Për shqiptarët se neve na interesojmë që bëjnë qerit si rejnë, si hanë, si penjë, që ka lëkun ati të shofim në live. Kush e ka zbulokët, shqiptarët e? Holandez ka qenë. Po na e shqiptar ka qenë që ka jeton në Hollandi. Si? Prandaj e ka marrë emrin Hollandes. Hollandes. Tandes. Pare. Tandes piskën. Tandes piskën. Piskandes. Te Lila tha para 25 vjet. Para 20, nuk 25. Sa vjet? Si 34 e gjys. E dëni kurush. Ka 34 e 2 të treta. No, veç shtaze janë bo 34 që 2 treta. Të plota, atë. 34 të plota për 35. Para një 20 vjetëve kom qollo Big Brotherin, ama nuk e kishte emrin Big Brother. Si do qoftë, kishte biri bizi gëzet liort. Që po do me thonë? Që po do me thonë se unë e pranoj se jam shqiptar, ama kish përja qollo atala kanal D, ATV, TV, qish e di, qish qollo. Ma para qolloheshin, unë nuk qolloj për vete. Satelitska është e fkit për ka Haja Sofia. Haja Sofia. A këto satelitska tona ka janë fketa këto që i kimi këto? Këto njona është e fket për Shkup, njona për Stamboll, qetra në Janina.
Edhe Birbizi Gizi si ishte. Birbizi Gizi Lior që ishte atëherë. Ishte një program Big Brother. Faktikisht në atë i po do të mendon si i bi ship kjo bizi. Dikush neve po na shikon. Krejt po më duket se dikush po na këshir. Krejt po më duket, ato i këshysh, ne i këshysh, që në këtë Big Brother si i shohim, ne njerëzit se ç'i bëjmë. Enda sidoqoftë, para 20 vjetëve kishte fenomen, domethënë një gjallën e një coç, xhaneren e Tylin. Ai thente, njeriu u bë hit, e në hala sot e kësaj dite është hit në Turqi me e përmend kit ato që i çollojnë televizia turke, e din xhanerin e Tylinin. Ka kiti Romeo Juliet, ka kiti bakra. Ne ti Neila Mejnun, ne Don Juanen e Don Juanica. Po si. Ato të di kur i përmendën në Turqi damorët prejten. E ne mendoj ajo ka qenë një sebeb që unë s'kom pa mo Big Brother një jetën tim. Po ato e kanë mshel me të. Ato e kanë mshel. Si që ishin? Tylin e Xhaner. Ato në si popull janë pak më emocionale në ato. Po shtej. Nuk kemi larkë me ne, çati. Po ne na emocional mendoj. Ne jemi Osmanli. Nuk kina në çfarë. Po çai mvaret. Ne jemi. Kina influencë otomane ne këto, ama kjo nuk ka të bëhe me Osmanlishten, kështu që kjo është program moderni shtetit demokratik ose laik. Nuk fola për programin, për gjendjen emocionale. Gjendjen emocionale normal, kina dhe një sent orientaleske. Lidhemi ne, domethënë ne gjesti bëhet insoni shpejës, nuk ka ose Luigi, shtaj këtë edici nuk e di Alas ka dalë një ashtu me frizurën e vet. Dë dale, ndoshta më. Masi ta është popull. Është një platformë faktikisht kjo rregullat e reja botërore si buhen për shembull Alfred Çako. Ali Çako. Toka. Temsej nuk është as temsej as nisen. Saç është. Avez. Flime saç është bota. Kush janë? Mason. Ato me tre këndçate, ha? Si do të qoftë? Se ke pa flia si prejtet. Kështu. Tre këndë. Mason të kanë bërë në flie. Ku e ka vendosenin në kikë. Ku e ka vendosenin. Si do të qoftë? Unë mendoj se është një program taj për këto generatat e reja si shopping. Është ka përcej mënyra e të bomës program ndinjo, që Big Brother është njëna pja ative. Dë njëni e pëlqen, dë njëni se pëlqen. Mu personalisht sëm pëlqen të diftoj drejt, që nuk shof do një gjo atë që i mund ti shërben e paches unë si. Ti glavni i quçkave jeti nuk do në quçka lejtesh atë? Nuk do, taj do në quçka lejtesh, nuk do në quçka lejtesh, atë u mu kështu si koncept i programës sëm pëlqen. Ka në programe tjera që i më pëlqen? Ka shumë programe, ama... Kjo foreku i quçka lëkut. Taj... Adis? Plotësisht pajton me lidhen, nuk. Po adhe kështë hejmë Big Brother? Nuk, bëjlo të shkajmë, nuk. Falemderit, së ne bëj. 200.000? Nuk mos. 200.000 në Kosovë, 100.000 Shqipëni, 300.000. Valla nuk mos. Nuk mos. Nuk mos, vlej. Te Lila, unë mendoj se te dhe kështë bëha revolucion? Me iki, unë jam... Zanijetshëm. Buza në gas, më njerë. Buza në gas, unë kom qonë Big Brother, 2013. Se në shpirt mi kam vu grillat. Vetëm se ato nuk i qiqin televiziv, Big Brother. Jesin videot private. Unë kom qonë sa ditërin këto? 3 muj. Unë fix. Fix. A e fitove, man. E fitova. Liri. Fitova. Si të qofte, di? Kom qona, ma mendoj nuk ishte popular atë Big Brother i kona. Pa alas kanal Big Brother bip më ka. No. Ska qonë me të votohë me sa glo. Pa të votohë. Ska s'kje drejt votë. Të më vote drejta e votë. Me respekt për Big Brother. Deri me tonë. Kështu që nëntari është i festave. Po, është i shqiptarve. Festave fillojnë me Big Brother. Nuk besë. No, para fillojnë me ndrimin e gomave. Dhe me thonë nëntarë ndronë me goma. Ka për kitë ndryshim, e thamë në epizodën tjetër, ndryshimet e më dha bëhen nëntarë. Kjo muaj ndryshimet.
Qerja feston nëntor. Po, i ndron gumat. Goma. A i ndrohet gumat me tjera vati, se niste njëshkës. Unë për vete, një ditë ma vonë i ndrova 16-in, se di që ish dite i binte kështu. Bavi i ndroj, faktikisht. Plus, lije se gumat i kishte ndro, po i kishte ndrojë në senzorat e gumave. Që përdojnë me thonë se ti ke vedur super luksoze. Nuk Unë s'kom senzora ke. Unë s'kom senzora ke. Unë kom senzora ke gumat, e që si s'kini senzora ke gumat, kini sparit 200 euro. Gjëqa jo. Te a di si ke ndro gomat? Une jo, se i kam gomat me bandasha. Me thonë, Se gomat pa bandasha ti që? kom dipal, e kisha fjanë, kom dipal bandasha. Një pal bandasha për verës, një pal për dimnit. E ne gomat i kom të vendosme, e ne dimnit e ne të verë. Mire po, kom një problem shtrafat i kom me shpiona. Kjo shpiona. Ato yllat me zvezdicat edhe duhet gomisti më tha që duhet ti asigjohesh. Do me thonë, ka thonë nuk asi. Po nuk asi, tha duhet ti asigjohesh gumat, pi zvezdicat ti ndrysh shtrafat. Ti asi gjosh. Kur ti asi Në shtrafat. regullo, kjo do ti asien ti asi gjosh, në regulli, meret vesh. Përfshin te, Pam. do me thonë meret vesh mua beti. Që te më kuptove. Po, mene. Po Te si- Lili ke asi? Unë i kom Ma herët. Më herët, e në unë duhet ti asigjohesh. Në unë e sot ti asi gjosh. E në Mund kompletohesh. tha s'bëjnë gumat, a mund thash, a shkoj një shkop. Tha, shkoj. A mund tha dënim, nuk mund tha thash se i ke dim. Po thash, në regull. Me thonë kriter s'ka sa vjetë mund t'i... Në vej kanë një ashtu vizore, më duket. Po, ato 4 dhomët mm mos, do na? t'i kjesh dhomët. Ndërlikor. 4 mm goma do t'jetë të trash. Trapin. Më jetë herëgjo, Trapin, për ta kap, po, trapi i gomës. Se qaq bi këto, 4 mm bi vdorë. Dhe nuk e dite ka Ne ndar i ki vendova standart. trapin tazet aje. E, Lila, po ti... Ashtu? Ti luk si ka emën. Hë, jo. Lila Kuki. Si do qoftë, do me thonë, Big Brother i ka nisë, gumat i keni ndrohë, brek të gjata i keni vesh. Po, pa qëtër se ftot. Do të filloj feshte. Po veç se... Fillojmë ka feshtet e filluar. nëntorit. Ka filluar regjia. Kush ka filluar? Ka filluar ne që kemi festën e kësaj. Da si? Asi gjojnë. Nesër është dita e analfabetit. Po, si... Një dorë drogitje. Dita e Alfabetit, me? alfabetit, si njova, tha e... Analfabet. Analfabetit. Po. Po alfabetat, mo jo në zhduk, kanë bet analfabetat. Në qysh i bi kjo me për këtë analfabet? Nuk për të ketë mejre, shif. Nuk i shërben faqës. Po. Dhe ta kisha thonë pak ma botë, nuk i nxjerë fjalët nga para, po i qetë nga pas. Do me thonë i len I fugën që pas. Pas alfabet. pas alfabeti. Nesër është dita e alfabetit të dashur. Dita e alfabetit të gjuhës Shqipe. Po. Normal se ne shqiptari mi, oni se antenat i kimi njanin. Okej, në regullin, ha? Ne jemi shqiptar. Se- Keni të thoni ju për këtë kongres të manastirit ose të Bitollës. Bitollit në emnin e sot shumë. Ne i thomi manastir, Maqedon t'i thonë Bitoll. Si do të qoftë, është një ditë historike, ku shqiptarët kanë majtë një kongres edhe kanë vendos për një alfabet që e kanë vullos alfabetin tonë në gjuhën Shqipe, ku njërë në atë vakët Kur o bo alfabeti? me 1908. Nisë të dinën Po, tonë. si kanë shkrujt shqiptarët para 1908? Kanë Me shkrujt. qish alfabeti? me penkall? Mendojnë rregull me penkall ose me... Kompjutera nuk ka pas. Me ashtu penda... Pa, ende. Në rregull ama kanë qish shkruajt me alfabet alfabeti. arab, kanë shkruajt me romak, varet kush si qish Që dëshire ka pas. cëllës fej ka tako ose më varësisht pi cëllës krahin ka erdh. Edhe njërë sa kanë vendos ta vullosin një alfabet. Ta standardizojnë E shkronjat. standardizojnë, po. Shkronjat e gjuhës Qëllon Shqipe. vit ishte kjo? 1908. Tetën. Dyshon pak ke kjo periudhë, Pse pejtën ti kështu?
Qa atëherë jonë formulohu alfabetat si zakonisht kështu, na për dinjo, kush si do folë, që do folë. Nuk për të folë. Nuk si do folë, si do shkrune, do me thonë, gjua Shqipe e ka zgjith shkronjat latine, ne ka bu kongresin i me 908. Po, me 86 marrë bivutar. Janë dhurat për klasë të parë. Dikur zdia të lexoj fare, as një fjalë në avatar, respektin e gjithë, aplauz për te. E mbusha fletoren me margaritar. Unë voglushi i klasës së parë. A shef si e maj mend alarm me regjia. Në pjesë të natës e bëra ditë. Duke pëshpërit. Këtë të kësha. Nuk pikno që to me kima. Fraze fundit. Këtë hajshe nuk e di sa shkopi, më mësyshe një vakët. Unë qeftë maro. Hardisku nuk man men. Fatkecisht. Do me thonë të Lila, dyshues duket kjo pona e manastiri ka që fjallë. Nuk ka pona se dyshues, taj unë me vërtet nuk e di se kush e ka bo alfabetin e gjuhës Shqipe. Jonë mlethat e kongresmena ka pa. Kush kanë qonë ato si jonë mlet? Ato kanë qonë 50 delegat pi mbarë trojeve. 50 delegat pi kitë trojeve shqiptare, kanë shku ke shpeja e Fehim Zavallanit. Ja, shabe Fehim, ka qelë konok Fehimi. O, ka qelë konok Fehimi. Ka qonë gjithashtu një pi përfaqësuesve shtuar atëherë, kanë qonë Gjerfishta, Mitat Frashëri, ka qonë ki Sotir Peci, Ndrem Jeda, Shahin Kolonja, Bajo Topulli, Fehim Zavallani me vllaznejt atë e ne Motrat Qiriazi. Motrat Qiriazi. Po. A kom shif ka I kishe këto Motrat Qiriazi? Pse ko shif ka? Shumë a shumë Motrat Qiriazi. Qështë të njifen, be qështë të njifen, cëllën të... O, be, si se kemë so Motrat Qiriazi janë. Motrat Qiriazi, vla. Shfolën të. Ma nuk kanë qonë të di Motrat. Parashtjevi ka qonë, se kjo sa glom ka pas dhe një pomë. Parashtjevi, a. Dënitarësëm ka qonë. Në kanë gjeqke. E ne kanë sjell një vendim. Apo ka dalet, e këto janë mlet 20 dishin? Nuk, këto kongresi jo majtë pika 14 deri me 20 dishin. Në thonë alfabetin e kam bo për 8 dit. Për 8 dit. Nuk e kam bo për 8 dit, po këto kanë marrë informata. Ajo ka zgjat me vite, për diri sa jo ndakordohe. Ip njoni një ide, ip qetri një ide, kupton, kanë mledh mendime njoni pi qetrit, se nuk kanë qenë ato njerës kote kote. Delegat kanë pas. Pas delegat pikit... di sa puna u bote. Pikit trojeve shqiptare. E në njën mledh në manastir. Nuk e dija ka pas Pikos. Me kolonjaj, sa kom do një stërgjyshi si lami kolonjaj. Pa nuk o Pikos Tivari si lami kolonjaj. No, ka ma, që nësa e ka qënë kolonjaj. Nuk besoj të kjetë pas dhe një Pikos Tivari. Dhe një Ismaili Jakupi, nuk ishte mate. Nuk, pinesh nuk pikabile sta në asë njëni s'ka qonë atë. Keni dhonë kontribut ju për alfabetin? Ka thonë baba pjak I jebi mas që ka dalë, se aj ka lidë 1921 me qëra fjalla. Ma ka dhonë kontribut ka alfabeti turk, s'kura bu alfabeti turk? 28. Shefe ki jeti 28 e din. E di sa jo krimi ma I moth historinë e njerëzimit. Atë më po alfabeti turk ndru me kushtetut, me liq. Nuk ndru kështu, nuk o bo. Do të thoma ka pas alfabet turk. Ama 1928 ka ert një kapeton e ne ka ndru alfabetin, e ka bo pi shkronja arabe, e ka bo shkronja latine. Me kushtetut, me liqe ka ndru, për një not. Ka thonë nesër dhe shkrujni me shkronja latine. Pa ato që s'kan ditë? Kanë mëso, ose kanë vdik. Qishto? Pa, vëlla, shef shteki. O dhe mësoj që të vdezi. Ke gjua Shqipe, për shembull, jo në mlet njërës të menqët, e ne e kam bo, e kam formulohu që një alfabet, që e ne pse unë se di ma para si kanë shkrujt gjuhën Shqipe. Kanë shkrujt me shkronja arabe, kanë shkrujt me shkronja romake. Mendimi im ose shqiptarët muslimon kanë shkrujt me shkronja arabe, që kanë kontaktohu me... Ama lafet Shqipi kanë shkrujt, ama shkronjat arabe. Ato si kanë qonë fe tjera kanë shkrujt me shkronja latino ose me shkronja... Zbesoj se Shqipa o shkrujt me shkronja, si quhet? Kirilic? Ha, Kirilic. O shkrujtën me Kirilic. O shkrujt Shqip me Kirilic? Si no, po shkrujt. Si do qoftë, që do me thë, atere s'kanë qonë fejet. Pa kur se kia në alfabetin tonë, dhe shkrujsh me qishtë. Ka pe dora në. Perandoria Osmane ka shkrujt bella 500-600 vjet me alfabetin e vetë. Sa ka sos Perandoria Osmane, ka Perandoria Demokratike, e ka bo me shkronjat latine. Po që qatë periudh, mendoj, bo... Qatë e janë vërtet, kitë. O, është interesant se alfabeti Shqip që më ka bo para alfabetit turk që më pëlqen,
Po shteti o bo? Shteti o bo para. Para, s'ka qenë për fundi Perandorisë Osmane. Po çka atëherë kur ka marrë ka e prapa, jon Perandoria Osmane. Ti njoja, ka marrë ka e prapa çete. E në unë mendoj se Perandoria Osmane i ka lishohu këto shqiptarët e mençur që i ka pas. Kush ka qenë sultani i fundit? Abdulhamiti, kanë mas Abdulhamitit ama ato janë pa legjitimitet. Shoalis me forcë ka qenë Abdulhamiti. Abdulhamiti nishtja. Kur Manga e nishtën? në vejt sultani, nuk e nishtën. Pse më shtu më ka me. Abdulhamiti unë mendoj se kitë këto që i ka pas ministra Gjosen shqiptar, Ismailin, këtë Kemalve, Mithat Frasherin, Naimin, Samiun, që shka pas atë, kitë shqiptarët që i ka pas në vilajet, i ka lishohu, e ka nuhatat fondin, e ne ka thonë, bëni çdoni, bëni država tuja, ha? Po e në ashtu ka qenë, unë Shmendim kjetë. Po e në unë mendoj se ashtu ka qenë, sa e ka diktu se shteti vetë dëshkone, ne ka thonë që mbaret, Alfred Çakon me pejt do diktone edhe një sen tjetër. Historia shkruhet kush si done shkruan. Edin unë gëzon fakti që ka mund 1912 të formohet një shtet si quhet Shqipëria, nëse sot e kësaj dite ekziston, në pi atëherës nuk ka ca pak, no? Ama për punën e alfabetit nuk kisha shumë informata që taj unë e shoh se spontanisht nuk, po që njerëz mençët kanë hip atë e kanë bën një alfabet me 34 shkronja, 36, më fal, gabim. Lapsus lingua. Lapsus lingua, e thujmë se latinisht i shqip s'ka. A turqishtja ka shumë ma pak shkronja, po nuk turqishtja, unë mendoj se gjë shqipe në Evropë po një ndër alfabetet që ka ma shumë shkronja për hit. Po, shumë e vërtet. Është një ndër alfabetet më të pasur. Sheve taj, ka dale pak, se këtu ka një farë dalavere, këtu nuk Qish dalavere me me? Nuk shtimat një sent. Ha, be, palit shkirt me ndoti. Nuk ku me ndoj gjohën e mën ky, Abdulhamiti, nuk thot këtë 34. Nuk ka lapsus lingua. A thou me tendencë, thot? Jo, është tendenciose. Nuk be, Më resen. taj, mund të kjetë do gjoja që Sheve, mu më shkën dërmen taj ki kur që një aplaus për vetë vetën, se ki kur thot 34, mu më shkën dërmen se ka do shkronja ka alfabeti jonë që jonë këtë kotë. Si be? Ma be se të ngret, mitati dhe të vrasi, i vari. Më gjithë respektin për Mithatin dhe familjen Frashëri. Ama, ka një di shkronja në alfabet, kene që këtë kotë i kam vendolla. njënën e di unë. Që ku ca e përmendik. Njënën e di, një shkronjë me di shkronja është e. Ku shumë me të? Një, Shkronja një. po. Lexohet si ta lexosh, n-ja e n-ja, një lexo. Do me thonë, njomza, nuk shkruhet një omza, po njomza, n-j omza. Për shembull, me sa shkronja është emri njomza. Me sa shkronja? Si mas tije. Një, o, m, z, a. Me 5. Si mas Alilit o me 6. N-j-o-m-z-a. A be njomza shumë numri 1, sa shkronja ka? Mendoj se mund ta thëshën me 5 me 6. Numri 1, sa shkronja ka? Numri 1. Po. Nëse e shkruaj. Një. Shkruhet N-J-E, ama Alice një shkron ka, një. Një. Po njësh, pse i thonë një? Për qatë? Po prandi. Se o njësh. Që njësh. Ama ke njëshi me 5 shkronja buhet. N-J-I-S-H. E sheve taj. Po në 3 me 3 shkronja obej. Po. K-A-T-R. 4, me 4 shkronja. P-E-S-E N G-J-A-S-H. Do të ta qësën e një shkronjë. 6, me 6 është. 6. Mos ma defokusoni mua betin shtaj. Shkronja 1. është kote kote. 85. Pse ve kote Po kote? kote kote ve di se nëse e morim shembull shkronjën sh, është bashkëdyzimi di shkronjave, s-jes e në h-jes. Po. Me i lexon damas nuk bëjnë sh, ato bëjnë s. A n-ja e në j-ja, si do që ti shkruaj, ndash bashkë, ndash ashtu një bëjnë. Njeri. Su në lexojsh ndryshe. Shembull Po një Shabanin
Dhe një Amerikan nuk e din se ajo është shë, e thot s'haban. A më me a shkrujt njeri, a prap njeri dhe lexoj. Njeri. Dhe me thonë, duhet mund t'iqet për përdorimi. Një, shkronja një. Shef se kisha mendoj që këtë të kallë që drejt. Në kotë më zem vend, o vla. Zem vend në papjetëri. Ene... Një faqe ma shumë ka betari. Pa, vla. Troshak është. Ene... Rëje fort. Një faqe ma shumë. Qysh duhet rëje fort? Rëje fort. Pa. Për ta forcohë rëje. Pa ajta forcojme në anjën. Ja. Që shokjo? Bëje fort. E fort. A thoj alla. Si Merve ka logjik. A ka logjik? Po ka be logjika më. Pse vetëm rëjen ta forcojnë? Se vetëm rëja e fort, s'ka asnjë shkron tjetër të A din fort. pse? Pasa ne bësh Po nuk be, Se çfarë jo, marrim se. shembull. Se jenë me shenjën e dollarit. Nëse e shkruajm ram, Bëhet se e fort. se fort, më e fortë ajo nuk ka. E fort, euro. E ti via. Po e fort, funta. Ka logjik. Me e marr shembull, ta shkruajsh Rambo njishin. Po. Me një r. Po. Lexohet Rambo njishi. Rambo dishin me 2 r-ja. Rambo dishi. Rambo treshin me 3 r-ja. Rambo treshi. Sa më i fort, Rambo e aq më i fort e në rëja. Rambo. Qëllimi, esenca e muhabetit, pse vetëm r-ja duhet forcohet Allah? Se në ajën mund ta forcosh ti. Boni 3 aja e lexoj aeroplani me një a, lexoj. Merve për shemb Si të lexosh? aeroplan. Me di aja, Aeroplani. me 3 aja, Aeroplani. kam pas mundësi të bëjnë alfabeti 1, e në alfabeti Nuk, alfabeti but e në alfabeti fort. Po, la. Atëherë sa shkruajnë ata? Prandis na kam fkat neve këtë 36. kongresi në manastiri. pra ne s'ka pas pike kabilja jo. Atëherë No. ti i lojmon është 34 në 34 sa bëjnë? 68. 68 shkruajnë ata në No, ne kishim 2 lloje të alfabetit. E në but e në të fort, dhe kishte në normal. Atëherë dhe dishin. E në si të folshin fort me alfabetin e fort në për Po, shembull. e. O, a di si e si kalon? Qish bën. Ose qish bën. Bravo! Nuk, unë e mendoj se alfabeti i but dhe ishte përdor për dialoge intime. Po shpërit kështu. A i forti për distancat mëdha kur s'ka po. pas telefon, ai kur i ka fkat pikë kode. O, dis! Kito janë shkronja të forta. Po si Rue capi! Mjele. ta Bunda ta. ca e fort. Mjele capi. Edhe, do me thonë që këto di shkronjat unë i kisha jek. Se unë mendoj se sebe që asaj rëjes fort, e ne Kosovarët, o lezrit tonë nga Kosova, kanë devijohë me ato qëjat. Atë kom, Jo, atë është kom. një gjë interesant. Alfabeti, jo alfabeti, shqipen, ato mësojnë shqipen e ne mësojnë shqipen. kom i piqe. Pse ke qëja e në qëja ndron dialektin, ndron shkronjën ose ndron mënyrën e Unë formës. kisha që këtë piqe. Kush e boni këtë zavendësimin e qëjes e në qëjes Kosova? Nuk e kam bove... Veç. Kam Veç. shefe, ato e shkruajnë veç. Ato 50 burra delegat janë mbledh për ta standardizohu. Ndoshta Zë e fort. shefe, Fort. ndoshta kjo është një revolt e veriorëve, sepse nuk i kam përfillur shumë gegnishtën në gjuhën e Pa standardizuar. në ngegnisht nuk ka veç. Ka këshyren ve gegnishto. E ta kjo një shenjë revolte, ndoshta se gegnishte nuk është e qarmatosur. Nuk ka fjalë me q, e ne ato e shkruajnë veç pak. Po e Veç lexojnë veç pak. Ok.
Qitma një kafe, ato e shkruajnë qitma një kafe. Ma e lexojnë qitma një kafe. Mirë, po problemi im është pse i thou qëjes. Q e but. Nuk ko q e but, ajo shkruajnë tjetër. Dusha nuk ta pres. Pa qesh. Kush pika vin kjo, si vin? Q e pejta misht pika Kosovë. Vovla, te pika i. Unë jam. O, qashtu. Si shkruhet qashtu, me qashtu. Qashtu në lezo qashtu. Se ka qenë but, qashtu. Unë mendoj se këto në Kosovë e përdorin si mënyrë slengu, se unë Pra nuk ka slenga jo, unë ku bot debat me qëra fjala me një familjar timin nga Kosova, i cili është arsimtar i gjuhës shqipe. Arsimtar i gjuhës shqipe. A i thot unë jam arsimtar i gjuhës shqipe. Pse shqipe? Se kjo që e but, ose e shkruan me që. Qeveria e Kosovës me që e shkruan. Sibe me që. A qenin e shkruan me që e lexon qen. Thot kjo me që të but. Me që të but, qen. Ja qen jo, qen me të farë duhet tjetë. Në me thonë, kitë këto probleme vim për i rëjes, ta dini. Nëse kanë mund, thonë të ato, delegatët, ta forcojnë në rëjen, ne dhe e zbusim qëjen. Qëjen. E në qenin e mbete qenova. Ne mësojmë gjuhën shqipe pi librit me vllain, ndoshta në Kosovë ato kanë pas dhe një libër tjetër, si do të qoftë ai mo librat kit kanë ndro. Abetaria është e unifikuar. Ndoshta prandaj tha ki dita e analfabetit sefte. Po nuk ka mo alfabeti nëse bi blafi ABC, nuk është mo alfabeti ABC. Po si jo? Që dë bëhet coca për shkollë, dë shofish. Drini ne si shkon në shkolla no? Nuk ka ABC që dë dhe e. E fëkët gjë hëjë ke ledhe më në një. Nuk ka mo. Si jo? Qëja o, lëja o, zhëja o, ka një shkronjë. Kështu tek o vlla, nuk ka ABC që dë dhe. Do me thonë, shkronjat i kanë bo gjutura. Pa u shallë, nuk është me rend. Nuk është me rend. Nuk ka rend, më nuk është shkronje par aja, shkronje ditë bëja. A me ndoshta kjo për t'i lidh në betare, se... Pa qish do lidhish në betare? Te ne budalla kina qonë si kina në mëso ABC që të që, dim, shkrim lexim dim. A pse ne e kimi A, B, C, Q, kimi një Ne e kina ëjën, do me thonë, peçati shkronja ma e fortë të gjuhës shqipe është ëja. Me në turqit e kanë ëjën. Nuk përdoren ato, nuk e kanë me ëjën. Si lexohet? Alfabeti gjuhës shqipe, faktikisht, kese cëlla shkronjë ka ë. Nëse ne kur mendohen a thonë Ama ne kinezi kur mendohet është internacional, ama ke gjuha shqipe për shembull A, B, C, Q, D, Dh, do me thonë me ë i pucasim shkronjën. Bashkëtingëlloret i pucasim me ë. Po, do me thonë A, E, U, A, E, I, O, U. Do s'kan ë. Përveç zanoreve, bashkëtingëlloret pigojën s'dalin me ë. Për kundrazi që në anglisht për shembull nuk është kështu. E, B, C, ato me i-ën. E në arabisht, E, B, T. Ama no, ma e komplikohet arabishtja. Ti din kom zonë ta lexoj që atë ke se cila shkruan mund ta bësh me i, me u. Turqia më intereson, Turqia është me E. A, B, G, D, F, G. Se shqiptare ka shkruajtur natë, prandaj po them. Se di, unë Samiu, frashëri. Unë e di se kët Bizëm Sami. Nuk himnin e ka shkruajtur shqiptari. Himnin e Turqisë moderne e ka shkruajtur shqiptar, ajo 100%, alfabetin nuk e di, mundë. Okej, vazhdojmë me AB çish që tu thon? Po që turkët e kanë, shqiptarët e kanë me A, B, C, Ç, D, D, E, anglezët e kanë me B, C, D, I, turkët e kanë me E, gjermanët... Si e kanë gjermanë? Uf, e kanë atë. Vazhdo, Bau, garden bau. Frau. E thojnë gruas. Rau, gau. Regau, bau. Ke hëja kur men hau. Hound. Si bon, hound, hau. Rapapau.
Thonë ato e kanë ashtu. Francezët se di si e kanë. Interesant, nuk e kisha mendoj që se kitë shkronjave vangjesim ëjën. Ama, i sheve, unë mendoj se në gjendje natyrale, shembull, që relaksoju e thoj një bashkëtinglare. Mundoju më i qesish as një zot tjetër, shembull. Thuaj shkronjën B. P. P është kjo. Nuk ka be P. P është. No, ashe Ka një. Ama shqiptari Çfarë do ta thonë? relaksor, anglezi formë relaksore thot B. Si. Bia ma pa mendohet me Po e përdoroja. Aja është shkronjë relaksuese. Faktikisht ëja është interesant shef Nuk prek as kërkon di goja. Pishperti. Pishperti. Te pilukti. Vallo, ene Shkronja tjera do të O do të kish pak i zeta, vërtet si gjutë. E mëja është për të marrë vesh dëni sen. A oja për të çudit për shembull. Mëja është me gojën e mshjelët. Ai thue me gojën e mshjelët. Ato me na. Që kështu kanë bën ato në kongresa që? Nuk besoj. Ato kanë qenë njerëz më të mençur. Po më të mençur do tash qesish një zote për të ta shkruajt ai. Si do e shkruajmë taj këtë? Po taj ato zonat i kanë qitë. E si do e shkruajmë? Për shembull, që në Austri ka e. E ka më o me di peka. Me di peka. Po me la. Ka në ashtu a me di peka ka, ku e di çish alfabeti. Ka be njerëzit turlish alfabeti, ama mendoj se gjuha shqipe e ka një alfabet që nëpërmjet asaj ne mund t'i mësojmë në këtë gjuhë të tjera. Po, është një pi gjuhë më të rënda. Përderisa shkruhet me shkronja latine, domethënë në 90% e alfabeteve shkruhet me shkronja latine. Dhe kina pas dhe një send përbashkët me Ne kemi ma shumë shkronja, ama ma pak fjalë, mendoj unë. Sa i përket asaj, kina një rast ku unë e te ina rok fjok për fjoke. Mendoj ajo... Kur kishe fjok ma shumë. Kur kisha fjok ma shumë. Qish ishte problemi? Problemi ishte ne ishim odhës... Ti nuk je pjesë e këtij problemi se s'ke fjok. S'ke fjok. Ishte odha tu ne shkojshim për Vicenza, kalojshim pim Padova. E ma e mente në odha. Folshim për alfabetin turke e për alfabetin shqip e për fjalorin turke e fjalorin shqip. Unë i thosha Ajdarit, alfabeti turk ka ma pak shkronja se alfabeti shqip, për derisa fjallori turqelive ka ma shumë fjallë se sa gjua shqipe. Tentim vrasje kishte ati, e la volonin, dul pi shofer u bo suva vozaç. Vozit tha se kim qet pu pita këti, zom t'u lumtojmë, po taj ajo është një gjë që mund t'u lumtohet. Gjua shqipe ka ma pak fjali se sa gjua turke. Ma pak fjalë. Ma pak fjalë. A ka ma shumë shkronja? Ka ma shumë shkronja. Potencialisht, nëse ke ma shumë shkronja, ti mund bësh kombinacia për të kriju ma shumë fjalë. Ma shumë fjalë, po. Këto kanë ma shumë? E vërteto, turku ka ma shumë, po. Po, Me që jemi ke turku, e hulumtim, alfabeti turk modern, me 29 shkronja, u krijua si iniciativë personale themeluesit të Republikës Turke, po. Mustafa Kemal Atatürk. Inkilap se di si i thket ajo. Gjatë reformës së rëndësishme të alfabetit 1928, krijoi komision të gjuhës që përshtati alfabetin latin për nevojat fonetike të gjuhës turke dhe promovoi përdorimin e Megjithatë, një figurë shumë e rëndësishme historike në lidhje me alfabetin turk dhe gjuhësinë turke është shqiptari Shemsedin Sami Frashëri, i njohur si themeluesi i alfabetit turk në kuadër të përpjekjeve të Unë mendoj se ato masi e kanë bo alfabetin e gjuhës shqipe, normal buka pëlqi atimve, ne kanë thonë hez vandrojme në turkve alfabetin, e ne kanë shkojnë e vakandrojnë në turkve alfabetin në atë aspekt Se ke kongresi ka qenë Mithat Frashë. Mithat, inshallah. Po më thaj, lidhet qënë punët. Po, Lidhet qënë që punët. kanë një gjonë nëse hejmë fkell në historinë e botës moderne, pi mas zeros. Industrializim. Po, zero, mirë taj, pike- 2024. Pika Hazreti Isa. Pike mas Hazreti Isa, Indjes njërë këto, Krisht. 2025 vjet, as një shtetit alfabetin nuk jo ndru përveç Turqies.
ti ndrohet alfabeti. Tu pas alfabet do thosh te mos e kje këtë alfabet dhe e kjesh alfabetin. Dhe ku do ndalish te me këtë ti? Du të dalë se është një fenomen që s'ka ndodhur as kërkon ti përveç Turqisë. Do ndalë se shqiptari ka shkuj ka fet Honda atë, ka ndro alfabet. Ka ndro. Shqiptari ne ka luftove për Turqinë? Ka luftove për ato. Pse më kiet një hejse për shembull? Me nuk ka ajo, Unë di për shembull se ka pas generala të perandorisë Osmane, nëse nuk gaboj. Shqiptarë që kanë qenë. Shqiptarët nuk do merresh as Konstantinopolli, nëse don ta dish. Prandaj, se jeni qerët më të fortit fronti i parë për herë kanë qenë njerëzit e trojeve tona këto. Do një e pranon, do një se pranon, unë se kom Alfred Çako emrin, ama jeni qerët. Jeni fal Alfredi në te. Nuk ka me një fal Alfredi, unë qëtej historinë e Osmanive e kom merak. Ju e dini, publiku nuk e din. Kom lexohu, kom pas Kanë diktohen ato, kanë diktohen. U lumtoj, nuk o kanë diktohu, është e drejta im personale, kom u lumtohu historinë e perandorisë osmane. Do me thonë, pin momentin ku Mehmeti njoftohet me nacien se shqiptar kanë trojet tona, na ka shfrytzohu për kokëforcin. Nuk o për kokëforcin, e në ushtarët më të fortë, e në vezirët më të fortë, e në ndihmësit e sultanave, po e në von, nuk e që 1500, 600, 700, 800, 900, non-stop ka pas shqiptar në funkcijat forta, që kanë qonë veziri Azam, atërës ti është jo këta si kryeministër, nuk o këshiltar. Kryeministër, ka pas, nuk o parlamentar, regjim parlamentar, ka qonë sultonate. Sultoni, rreth si pas pleme, se su një bo të i gjalitezes tonë, su mbo sulton, ja te ja e smiri, mas jush gjem të juj, o bo edhin pi plemes o bo, ama këto funksionarët e fort që kanë qonë atë, ka pas shumë shqiptar. Ato që e din historia. Për qatë dushat ndërlidhem se kanë në hise në shqiptarët? Po normal se kanë hise shqiptarët, jo rasisht e kur shkon Stamboll kur i thua se jo Marnaut, si e çdet bie njëri. Po bie valla, bie se 500 vjet kontribut kina dhonë për Osmanlitën. Kanë ra njerëz, kanë ra dëshmorë atë. Kanë ramon, në vërtet është. Mirëve non më intereson një sen tjetër mo. Urno regji dashur. Po gjithë këtë kontribut ne kemi dhonë për në këtë rast për perandorinë osmane. Gjithë atë kontribut mas perandorisë osmane kemi dhonë për shtetet tjera. Shembull dhe morën në sport. Lojtarët shqiptar. Në Gjermani, në Zvicër. Kur dhe buhemi ne? Kur dhe mësojmë alfabeti? Ne dhe buhemi ku a ke me siguri të regjeje i sportit, i futballit. Do të thoni ke qenë futballer i shkëlqyer. Futboiler. Po. Futboiler. E ne pak a shumë i njeh më shumë se unë atë sferë, unë s'qom ka sportet. Mirë po më ka ra një sen nësej. Ka ra nësej se kuina tekne, ke sportet për shembull vetë, ose sferat që ka të bëhe me një personalitet i në shumë fortë. Sporte individuale, ose qoftë ose sport, qoftë ose art, ose ku ka të bëhe individualisht ne të prish. Ne të kallim. A dhe buhena dive, kolektiv. Ca pa buhena. 2 ose sheve. Më shumë. Mendoj se ç'ki podcast jo një fenomen që ka zgjat më shumë pikit sendeve. Nëse imi 3. Po. Po, a thome i 4 ti dërmok buhen. Do me thonë. Nuk e di, ama ne kitë të 3 si individual si imi. E nëse, a e mundet se ina një mende. Anila. Po e në unë mendoj ashtu. Që një profesor im i lashtë. Shumë me profesorat e i. A me kumbojnë të ditë shkollë më dhe taj. O, Abdilamit. Taj e di taj, te i Abdilamiti, te i e? Unë jam Samiu Mitali. Nuk kaj, si thot, te e shqiptarie. Fishta jo burë. A unë kush jam? Te i e Samiu. Nëbe Mitati jeti. Unë jam Ali Samieni. A i riu. Kush ka qanë Ali Samieni? Se dis, shumë si provime për i dhe. Stadioni Turqisë ka emri. Galatasaray. E kishte emri, se dis. Nejse, më dalim për teme. Një profesor i Milash thonë një shqiptar ka vlerën sa 100 gjerman, sa 100 japonci. Di shqiptar nuk bëjnë hiç. Pse jo? Se e ne jepte një shembull shumë interesant ai. Me tunal qerja thonë no,
ene do ta shtish. Ene zatek një shqiptar, ene I tha, mund të më ndihmosh pak ta shtim që këtë qeren, ene hajt ta shtim vet vlla. G-klasin ta merren e ta shtim. Njësat njëse. Se ka atar në ut kafas ja, krejen ati natin. Mora ta sosa I punë. E shti. Me qenë ti shqiptar, thot sune sa pasin pi vendi. Pse? Se kiti vendohet durët në thot unë nuk deshti dhe za jep këtë qetrin kitë shtije ma shumë. Hajde ja bojnë njësoj, thot. Të mundohet kësho, më nuk e shtin më vërtet që kitë shtije ma shumë. Po. E në jesin në vend. Po. E në nuk shtojnë asnjë. Kjo I bi Alil se alfabeti duhet. Kjo I bi se alfabeti duhet mëso. Kërë din alfabetin, din shumë gjoj atje. Nuk, realisht duhet mësohet, duhet për fat keq. Ma para o lexohet, taj nuk lexohet. Taj ka kush lexon për te. Taj ka kush lexon, ka kush scrollitën në internet. Sikurse na ajo një lloj shef. Kjo mënyra e çollumes video e ka hopat atraksionin ndaj leximit. Fatkeqësisht, din të shef video, shef film, njerëzit shpjegojnë historinë e doni gjose, din se ka pa kompani video në Instagram. Po. E vërtet dinjojën diftoj se o rafsh. Nëpërmjet videos bindet se dinjojë o rafsh. A fatmirësisht ma para s'ka pas video njerëzit kanë shkrujt. Po. Pametni pamti budalla pishe. Nga fjale e vjetër sërve. Ajo kontra është, pametni pishe budalla pamti. Po s'ka lidhje. Kanë shkrujt njerëzit ma para e në të lexojsh është me. Ta dish alfabetin është me. Një studim thot se memoria e kap ma frek kur e shef se sa kur e lexon. E man men. Po ama memoria zhvillohet ma mirë kur lexon se sa shef. Leximi është fiskultura e trurit. Me qëra fjalla, më hime në psikologji. Te dhe pesish pse, oni pse më him. I kimi kushtet. Psikologjia thot se si fitnessi, si është, dhe me thonë, për të bo muskula. Fitnessi? Po, leximi është për ta majt tronin gjallë. Me këtë studim, jom kriju dembelat, mendoj jo. Se nëse te a servon ati një video që ai ma rahat ta memorohe, e kundër ta, kur te e lexon një historie, te e qon trunin ta fantazue, ta buje regjien e asaj që e lexonen e se cili e ka konceptin e vet. Se si duket Raskolnikovi ke krimi dhe ndëshkimi. Për shembull mua Alili Alili mu më duket se ka lexuar shumë, për shkak se ka imagjinatë shumë zhvillohet. Ne ja ka zhvillu imagjinatën libri. Mu dha rasti kur isha në Big Brother 2013. Se nuk ishte kamera në me cëllën zesh, atë mundesh të lexosh. E në kom lexo bagji libra kështu, të mira, të bukura, mrekullueshme, që më pëlqejnë, ne fatkeqësisht ishte unë nuk do të them. Pi 2013 njërë ta e alla mutin e në di libra kom lexo, që 12 gjetë. Am Big Brother më shumë këtë? Big Brother komplet i lexova 7/4, 11 libra. Për 3 muaj. E në qish rajmë përfundim pasë shumë. Rash përfundim se të lexosh më ishte e në për të fjet më ishte, e në për ta zhvilluar tronin më ishte, e në për të mësuar doni sen më ishte. Pi atimve 11 librave 7 ishin kështu për historia që si po në krimit, dashkimit, kockarët e ka shkruajt një, ka Gamblers një libër, babalarët dhe gjemt ka një libër. Si do qoftë, ishin imagjinata, për shembull, mund duhet ta imagjinosh te atë librin, ama ka në libra historike si kom lexo, ato taj donjoni merr si referencë, donjoni si merr si referencë, më të lexosh. Fondi. Do thonë merr që dishoni e në pejtni pse Halili në podcast bon kështu. Ka lexon njeriu lexon. Njeriu I lexon mund. No, unë dalun një shëtetun. Kjo mi lexo, mendoj me 20 libra nuk quhet njëri I lexosh. Po donjos ka lexonin hiç. Ta I preferoj që të lexojnë, është më të lexohet. Gjithashtu, po. Ma qish lexohet, ta I merit Merët lexosh ta. Nuk ka lidhje qish. Kur I mori lexoj librat e gjalit qish I japin këto, do me thonë sistemi arsimor I ri që vojep librat, e ne dyshoj që qish kina mësu ne ke librat, se une paka shumë I shfletoj qa librat ma para, kur isha shkollë fillore në shkollë mesme. Historinë në gjeografinë I kom pas ma shumë qef, kështu, pikitve komplete, në kur shef se qish na kanë mësu ato librat e historisë, në gjeografisë, mo vizual në video sheftej, se ku gjindet, a në histori qish na kanë mësu të lexojmë ne,
E në me realitetin se qish ka shkrujt bota për atë historien, nuk ka kështu pikë të përbashkët njëna me tjetrën. Duhet lexohet ka ma shumë burimet. Ma shumë sfera. Nëse zeje na unë e tej, shkrujmë ka një libër, duhet lexohet e në librime, në libriot, e në... Ka të di palët, do në Ka të di palët, si isto, si këtë një tregim kur bëhet, duhet t'i njësh ka të di onët. E unë kom pas fat, kom lexohu pak ka të 3 onët, ka 4 onët, ne... Qa jo është? Halil Cakove. Halil Cako, ta i dinjoja o kolara, Raf, si dhe lojmë. Flio dinjoja. Saq, fli me saq. Fli me saq është dinjoja. Lumaj që je hatë. Një raj që se ka provu. Leta bëjmë një mësim alfabetik. Unë dhe përmend shkronja, a ju dhe thonin një emën me atë shkronja. Nuk ka problem. Shkronja e parë është M. Mama! Momo, rentakar. Me rëtë fortë, me rëtë butë. Me më të butë. Mama. Kush do të more rentakar? Qeret mera, treja, taze, mo mërzitet më i dho me kreja nëse i ndodhë dhe një sen qeres pa zero depozit. Mund paraqitet ke kompania Momo, plus asaj mund shkone direkt te aeroporti Shkup Tiran dhe në Prishtin ta more rentakari. Respekte për te. Nuk punon të aplauzi. Vazhdojmë me shkronjë e ditë. V. V. Vlak! Vercolung Logistik AG. Kush ka për të provu dhe një sen pi Zvicre, po e në pi Macedonie për të qonë Zvicër. Plus asaj, ka problem, a ka becarin, a ka doganim kjo, a sa i kushton, qish kushton, a mund naso se pon me dokumentet, qish mund në bone. Lirisht mund paraqitet ke Vlak Vercolung Logistik AG, e cila miret me këtë punë ma shumë se 15 vjet, ka sukses ndërkombëtar, dhe me thonë Zvicra e njëf, nuk ne këto, mund paraqitet ke Vlagu për t'ja sos punën e transportit. Ke cëlla shkruan ke mrej? Ku mrej ke shkronja G. Go, go, Power Rangers! Go plus! Kush do në peje ka dhe një sok freskose, që të knoqet, ta knoqet shpejti. Ama ajo shkronja S. Kjo sola. Që ku G. G-ja një apim. Ja ku është edhe G-ja. Go, Adis, Go, go, go. E përcëllove, E përcëllova. Go plus. Te i peje unë të foli. Ajde. Kush do në energji. Dhe shije, mund të provoj pije Go plus. Kjo e forta e butisht. E fort. E mes. E mes. Subtropikal. Vazhdojmë me shkronjën R. R e fort. Rivedil. Firma e cila merret me shitjen dhe përpunimin e bojave, qish do lloj bojave, ndash izolative, ndash dekorative. Mund shkonet paraqitet ke firma Rivedil. Respekte. E një shkronjë re në ka një alfabet. Hajde për haje. Shkronja Ajo është T e fort e shkrimit. Dhe me thonë, sot kemi një sponsor 3, i cili merret me ma shumë se sa një shërbim. Faktikisht ajo është firma Travelers Point. A mund ta morë unë këtë? te mere ma atë. Mbaje, atë nuk është problem. Travelers Point është një firmë e cila mirret me, ka disa gjëra interesante se Travelers Point mund bjini bileta për autobus për ta shëtet kitë Evropën, pi Macedonie, Shqipneje e Kosove. Plus asaj mund bjini bileta për avion. Plus asaj mund bjini boni aranzhmane për pushime dimrore ose verore. Tahi, nëse duni shkoni shëtet një për dimër, mund shkoni paraqiteni ke Travelers Point. Po e në pitahi nëse duni të rezervoni pushimet e verës, mund shkoni ke Travelers Point. E në hotelet i rezervosh? Kit komplet. Si i thushin asaj, full aranzhman. All inclusive është atë, kit komplet. Plus asaj, Travelers Point qish ka një gjoqi, ne kina tabu, ose si të thom, ne kina të pa arritshme. Për krit njerëzit deri në moshën 65 vjet,
Travelers Point garanton dokumente Evrope. Kush do të more dokumente Moldovie, Slovakie, Çekie, dhe me thonë leje qëndrimi dhe leje pone. Njeriu mund të vubone me letra, kita ato që i mendojnë se nonat suni morin gurbjet. Mund të afkasin Travelers Point, ene ta kontaktojnë për dokumente evropiane, njeriu sosën punë. A ju t'i bon letrat me njerë. Faktikisht, me shkurt e thënë gjuhë shqipe, njeriu vubon me letra. Kush do të bëhet me letra, mund shkone ke Travelers Point. Respekte për ju i nderuar kolegë, që Faleminderit. i thu reklamat rrjedhimisht kështu më kënaqën në mu si spektator ndjehem. Për një moment më hipnotizon. Ama nuk e respektove rendin alfabetik. Po ta e si këto arsimi ta e si zhvillohet, librat e reja Ministrisë Arsimit që janë. Parent i bëjnë këto shkronjët. E po u hull vakti regjia për t'ja thurë një këngë. Uhull, që mendim ke Alilti? Mendoj se ishte një epizod edukativ arsimor dhe ne duhet të bëjmë një këngë për alfabetin. Këngë alfabetike. Këngë alfabetike, po. Më thonë, ti respektojmë rregullat e alfabetit. Po. Analfabetike. Alfabetike. Alfa dhe beta. Dhe gamma. Alfabet. She alfabet. Ha! She që Latine. Lije mo, më heni mo, linja mo, Ajo Alfabet. greke. Alfabeti. Xhaxhiki. gamma dhe delta. Ta bëjmë një këngë alfabeti. Hajde ta bëjmë një Alfabetike? këngë alfabeti. Ajde, sfiduse alfabetik. Shik, si duni, kështu ta këndem Vetëm muzikën dale. Kështu ta këndem këngën, a kështu? Si dush, që kështu mundet. Ashtu mundet. Si do që të të që. S'ka problem. S'ka problem. Ajde, Kujdes se kënga është shumë alfabetike. dhe fokusohen, Tashi. se unë ditë ka bëj. Rast 2 3. A, B, C, Q, D Dhe E, F, G Gj, K, L, L K, L, L K, L, 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 L A, B, C, Q, D Dhe E, F, G K, L, L, M, N, N, O, P Q, R, R, S, Sh T, Th, U, V, Z Gj, Y, Z, Zh, Y, Z, Zh, Y, Z, Zh, 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 Q, R, R, S, Sh T, Th, U, V, Z Th, U, V, Z, Gj, Y, Z, Zh A, V, Z, Q, D Dhe E, F, G Gj, K, L, L, K, L, L, K, L, 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 L A, B, C, Q, D Dhe E, F, G K, L, L, M, N, N, O, P Q, R, R, S, Sh T, Th, U, V, Z Gj, Y, Z, Zh, Y, Z, Zh, Y, Z, Zh, Zh, Zh Q, R, R, S, Sh T, Th, U, V, Z Th, U, V, Z, Gj, Y, Z, Zh Kur ta mësoni, kështu ta këndoni Kita alfabetin pa gabime ta këndoni Doni, doni, ta këndoni Ta incizoni Video boni e në neve na qoni Ta këndoni Ta incizoni Video boni Neve na qoni E në të naqoni. Respekte për këngën alfabetike. Faleminderit shumë. Kush mund ta bëne këngën alfabetit le na çojë neve në faqet në Instagram, Facebook edhe në TikTok. Po ashtu i erdhëm fundit edhe një emisionit alfabetik. Sipas rendit alfabetik, kjo është emisioni i 10. Po, sipas numrave. Dhe si mas numrit rendorit mbrenëm ke shkronja zh, atëherë shumë faleminderit nga unë. Me zh të fortë, me Me zh të butë, shumë faleminderit. Natën e mirë prej meje. E bofshi gjumin e ombël Me gjë të fortë. me gjë të fortë Dhe ne miru ta kofshim në 28 nëntorin. Mos harroni të na ndiqni. Kemi festa të mëdha të bëjmë së bashku me çuçkatatorët ton këtu. Edhe një herë faleminderit shumë. Mos harroni të na bëni subscribe në YouTube, follow në Instagram, Facebook dhe në TikTok. Natën e mirë dhe miru pafshim.